Prej disa vitesh tashmë në Shqipëri shkollat funksionojnë me parimin e gjithë përfshirjes, i cili ka si synim përfshirjen e të gjithë fëmijëve, pa dallim race, gjenie, etnie apo aftësie të kufizuar. Sa i përket kësaj të fundit, nisur nga aftësia ndryshe, fëmia si sigurohet psikolog, mësues ndihmës, punonjës sociale të tjerë, por duket se ligji nuk ka parashikuar ato raste kur prindi nuk pranon diagnozën e fëmijës. Kemi raste të cilat janë vërtet shumë të vështira me prindër të cilët edhe pse ndërhyet nga shërbimi psikosocial, nga mësuesit dhe nga familjarët, kemi pasur raste të cilët kemi dashur që të jenë prezent për ta mbështetur situatën dhe nuk e pranojnë që fëmia atyre ka një çrregullim të caktuar, ka një vështirësi në sjellje apo spektrin e autizmit. Në këtë rast mendoj që kemi të bëjmë një ngërç të madh ligjor, sepse nuk na lejon ligji të ndërhyjmë në asnjë mënyrë. Domethënë, ky fëmijë mund të jetë dëmtues i vetes, po dëmtues dhe pjesës tjetër të klasës, mund ta vëjë në rrezik edhe për jetën. Në këtë rast specialistët sugjerojnë që t'i jepen më shumë kompetenca komisionit multidisiplinar, pasi arsimi gjithë përfshirës nuk do të thotë rrezik konstant. Në gjykimin tim t'i japim kompetenca këtij komisioni që të marrë disa vendime për raste të cilat janë ekstreme ose të kërkohet një supervizim i jashtëm me psikolog apo psikiatër për ta adresuar aty ku duhet. Në këtë rast ndihmojmë fëmijën që të marrë shërbimin e duhur në kohën e duhur dhe të eci në jetë. Sipas specialistëve, pranimi i një problemi tek fëmia është shumë i vështirë, por sa më shpejt pranohet, aq më shpejt ka mundësi fëmia të marrë ndihmën dhe shërbimet e duhura dhe të jetë pjesë e komunitetit si i barabartë.